New York, 10 të arrestuar pas protestës kundër ICE. 10 protestues u arrestuan në Manhattan, në New York, të martën në mbrëmje pasi organizuan protest në hollin e një hoteli në Tribeca, i cili sipas tyre strehonte agent federal të imigracionit përfshirë në goditjen e administratës Trump kundër emigracionit palishëm, raportoi The New York Times. Më shumë se 100 protestues u mblodhen brenda Hilton Garden Inn në 6th Avenue pranë Canal Street, duke denoncuar Agjencinë e Migracionit dhe Doganave ICE. Një thirrje slogane anti-ICE të shtypur në bluzat e tyre të zeza. Protestuesit kritikuan Hilton duke pretenduar se kompania po ofronte akomodim për agentët e ICE. Stafi dhe mysafirët e hotelit dukeshin tutuar nga protesta dhe nuk ishte menjëherë e qartë nëse agentët e ICE po qëndronin në hotel. Oficerët e policisë hyn në hallin e Hilton dhe paremëruan se kushdo që refuzonte të largohej do të arrestohej, duke bërë që shumë të dilnin, ndërsa gazetarët u detyruan gjithashtu të dilnin, kurse 50 protestues mbetën brenda. Më vonë, oficerët nga grupi i përgjegjës strategjike të departamentit policisë hyn për të arrestuar protestuesit e mbetur. Policia tha se pati arrestime të shumta, por nuk u publikuan informacionet menjëhershme mbi numrin e ndaluarve së akuzat. Protesta në Manhattan pasoi një demonstrim të ngjashëm në Minneapolis pas vdekjes së Renee Nicole Macklin Good, nënë e 3 fëmijëve, dhe Alex Jeffrey Preti, një infermier i njësisë së kujdesit intensiv, të cilët u qelluan për vdekje.